Mirë, bashkohet me mua në program, nëpërmjet një komunikimit drejt për drejt, juristja e njohur, zonja Brisida Gjikondi. Zonja Gjikondi, mirëmbrëma, faleminderit, është kënaqësi që jeni me mua drejt për drejt në ora e fundit. Mirëmbrëma. Zonja Gjikondi, një kafe me shokët, siç në fakt e ka cilësuar Gazmend Bardhi, por nga ana tjetër edhe një foltore e Salianit, duket se ka shkaktuar një tërmet brenda Partisë Demokratike, por edhe vetë te Sali Berisha. Nuk e di si keni parë ju këto dy foltore paralele brenda Partisë Demokratike. Më realja dhe më energjika besoj se foltore e Salianit, sepse Partia Demokratike me në krye Berishin që kthyer në një kënet, në një moçal me ujë të ndënjur, kënet e cila ishte me dashje nga Berisha në atë standard, e them me ironi. Dhe patjetër që është prishur rehati. Sa për kafën miq ose për çka thot Gazmend Bardhi, mendoj që përgjithsisht kjo është qasja që ka Bardhi. Ne e dim shumë mirë që Bardhi rri dhe pastaj bëhet gjithmonë me fitimtarët. Nuk ka kurajon që të shkruaj ai historinë, por gjithmonë është numri 2, është militanti, është mbushi topit, që themi ne në gjuhën popullore. Në asnjëherë nuk merr iniciativën të jetë ai që shkruan historinë, por është ai që kur është çar rruga dhe kur është fituar betejë, bashkangjitet me fitimtarin. Kështu bëri atëherë nga Lulzim Basha vajti te Berisha, kështu bën dhe tani që përpiqet ta mbaj mirë me të dy krahët dhe mos pozicionohet hapur që shpirti do të jetë me Salianin, por interesi e bën të rri me Berisha. Zonja Gjikondi, sot Berisha ka sulmuar drejt për drejt Ervin Salianin, përveç se ai e ka konsideruar atë një mashtrues, tha se foltoren e ka organizuar me tradhtar. Por pse një reagim i tillë i Berishës, kur ka qenë vetë Berisha i cili e ka cilësuar Salianin si hero, kur ai ka qenë në burg? Nuk besoj, pavarësisht se ka quajtur hero, nuk besoj se ne kemi parë që kur doli në Saliani nga burgu, besoj se edhe ju e aprovoni të Emiliane që askush nuk e priti në selimin e Partisë Demokratike. Ai besoj edhe sot që e ka sulmuar sepse Saliani i ka prishur status quo, i ka prishur rehatin, parazitizmin, asgjën që Berisha ka dashur ta mbajë në këtë standard. Berisha me dashje ka dashur ta mbajë Partinë Demokratike, një garnizon të tij në funksion të problemeve që ka ai me SPAK-un dhe me drejtsinë shqiptare. Nuk do ai që Partia Demokratike të ecë përpara, të shkputet nga interesat e Berishës dhe të ketë interesat e veta. Kjo është e gjithë urrëtia, inati dhe ligjërimi i Berishës kundër Salianit është pikërisht sepse i prishet komplet skema që ai kishte përgatitur, që PD-ja të ishte në funksion, të ishte avokati i tij politik në funksion të problemeve që ka ai me drejtsinë. Mendoj që totalisht kjo gjë është. Zonja Gjikondi, dhe duket se tashmë kartat janë hapur, dhe në momentin kur Berisha del kaq hapur kundër Salianit, duhet të ketë frikë Saliani nga Berisha apo Berisha nga Saliani? Kuptohet që ka Berisha frikë nga Saliani. Saliani nuk ka më çfarë frikë të ketë nga Berisha, nuk ka më interes tek Berisha. E di shumë mirë që deri aty që ka qarë në atë parti, ka qarë nga meritat e tij personale, sepse ai është një parti që i vret talentin politik, i mbyt zërat që janë ndryshe nga tufa, dhe ka gjetur momentin e duhur dhe çastin e duhur për të bërë lëvizjen e duhur. Dhe kjo lloj lëvizje do kurajo. Ne pam që dhe heshtja e deputetëve tregon pikërisht që ata, e thash që parë, si puna e Zotit Bardhi janë me shpirt me Salianin, por interesi ja u do të rinë me një kalbësirë ose një moçal që është Partia Demokratike e Nokës, Berishës dhe Vokshit, që gjithmonë i mbyt personazhet e spikatur dhe nuk do lejë kurrë që ata të ecin përpara
por duan që këta pas vdekjes politike të Berishës automatikisht të hyjnë qyll në krye të partisë, si Bokshi edhe Noka. Edhe e them edhe një herë që gjithë kjo urrëtie dhe gjithë ky sulm ndaj Salianit është pikërisht sepse e druajnë, e ja din peshën, e din që po sill një epokë të re Partinë Demokratike, epokë që këta nuk e duan, sepse këta nuk kanë hallin e Partisë Demokratike, opozitarizmit dhe ndryshimit në Shqipëri, ata kanë vetëm hallin të ruajnë këtë status quo që kanë të gjithë ata secili në raport me Partinë Demokratike. Këtë që ju thoni, zonja Gjikondi, në fakt ne e vumre edhe ditën e sotme në kuvent, kur gazetarët i pyetën deputetët e Partisë Demokratike në lidhje me foltoren e Salianit, ata mbetën gojkyçur, duke filluar që nga Jozefina Topalli, apo edhe deputetët tjerë demokrat. Por pse ndodh kjo? Kanë frikë nga Berisha, nga presioni i Berishës, apo nuk kanë besim te Saliani? Ata kanë besim ke Saliani, faktikisht Saliani pavarësisht drejtëve që ka, bën diferencën në elokuencë dhe në formin në krahasim me gjithë personazhet që kanë mbetur tani në Partinë Demokratike. Ka treguar që ka kurajo, ka treguar që ka formim, ka ligjërim dhe ka edhe konsekuencë. Çfarë mungon shumë personazheve të Partisë Demokratike. Heshtja e tyre, sot kur janë marrë një intervistë nga gazetarë të ndryshëm, tregon edhe një herë se sa anemik dhe sa të papozicionuar janë politikanë shqiptarë, e si Marta dhe si Djathas, të cilët në përgjithësi janë të gjithë marioneta të kryetarit të partisë ku ata aderojnë. Nuk janë aty për shkak të identiteteve personale, por janë aty për shkak të servilizmave personale ndaj kryetarit. Ndaj një si Saliani, ata mund të adhurojnë me heshtje, por nuk mund të prishin rehatin e tyre pa ndar situata dhe pa pozicionuar situata. Vajtja e Berishës sot në veri të Shqipërisë dhe aprovimi një kalendari nga zoti Noka, Gjoja, për takime të ndryshme në Shqipëri, është prova më flagrante se që realisht ata janë trembur nga çka po bën Saliani. Kjo është prova më flagrante që nuk ka nevojë as për analiza, as për studime, sepse është flagrante, është e dukshme. Në momentin që Saliani pati një takim të suksesshëm në Durrës dhe pritet të ketë takime të tjera, direkt pa pritur, u zgjua zoti Berisha, ose më mirë servilet e tij, sepse ata janë më agresiv se Berisha, dhe na kujtojnë që të bëjnë takime dhe si gjithmonë Berisha jo pa dashje i fillon nga veriu i Shqipërisë, pasi ajo ka qenë qasja e tij e përhershme, i parë i tij dallus, për të ndarë veriun me jugun dhe për të treguar që veriu është shtëpia ime dhe jugu është i jugove që cilën s'mund ta marrin Partinë Demokratike, se Partia Demokratike është metafi e veriorëve dhe konkretisht e imja. Zonja Gjikondi, po të shohim Ervin Salianin apo edhe të tjerët që janë bashkuar me të, ende nuk janë pozicionuar qartë, teksa nuk e konsiderojnë si një lëvizje vetë ata brenda Partisë Demokratike, po thonë është thjesht një takim me bazën. Unë për këtë kam një pyetje të drejtë për drejtë për ju. Apo tenton Saliani t'i marrë partinë Berishës? Këtu e ke shumë të drejtë si pyetje, sepse sot në darkë kanë qenë të ftuar në emisione edhe zoti Ali Mehmeti dhe zoti Saliani, dhe mendoj që zoti Saliani ka pasur më integritet dhe më dignitet në përgjigjet e tij, zoti Ali Mehmeti jo. Nuk kam që të fshije më mbrapa gishtit, nëse janë burra me 2 r, ata detyrimisht duhet dalin hapur dhe të thonë që ata duan që jo të marrin Partinë Demokratike, sepse kjo fjala e marrë është shumë e ngushtë për një vizion të madh politik, por duan ta rivitalizojnë që të marrin pushtetin. Por me Berishën, Nokën, Bokshin dhe ujërat të tjerë të ndënjur, kur nuk më të merret më opozita dhe po më tepër dhe pastaj dhe pushteti. Po nuk pati një kontakt të afërt me bazën, ku baza të jetë direkt pjesëmarrëse në çdo vendimarrje, por dhe në një rivitalizim, pasi ne shikojmë të gjithë që
opozita shqiptare ka hyrë në një kom të thellë. Dhe zoti Ali Mehmeti thot pra jo po e duam Berishën në krye, jo po kështu jo po ashtu, kurse zoti Saliani tha që unë e kam me ide, duam të ndryshojmë, do të lidhemi me bazën, evitoj marrjen e emrit të zotit Berisha, që për mendimin tim ka qenë një taktik konstruktive, sepse Shqipëria është shumë e ngopur me urrëtie, me përçmime, me sharje, me thyerje. Një politikan vizionar vërtet shikon lart dhe përpiqet të bashkojë copat, jo të ndajë dhe jo të gjej armik. As të jetë oportunist si zoti Ali Mehmeti. Një njeri do të ketë integritetin, dignitetin, kurajën që në momentet caktuar vërtet tregoj atë që ai po bën realisht, që ne po e shohim, në nuk mund të shihet që ne e duam Berishën, ne duam këtë, duam atë, po ne thjesht po bëjmë analiza. Nuk, sepse sikur të duan ata nuk i do Berisha. Sepse Berisha ka bërë karrierë elitare në përzënjen dhe dobimin e personave që i dalin kundër, ose që mendojnë ndryshe, se fjala kundër është fjalë e madhe. Kush mendon ndryshe nga Berisha, detyrimisht është shpallur armik i popullit, se asaj mendësie i takon, atë mendësie ka, edhe gjithmonë tjetrin e shikon si një kundërshtar që duhet azhësuar jo vetëm politikisht, por edhe fizikisht. Prandaj edhe sikur zoti Ali Mehmeti të dojë të vazhdojë të bëjë balet, një majta si e djathta, si në qendër, Berisha nuk do pranoj më ta ketë në gjë, sepse mund të bëhet një model frymësues për shumë të tjerë, dhe ai do t'ia pres kokën pulës që në fillim nuk do e lë që të shtohen radhët e Salianive dhe të personave të tjerë që janë në krahët e tij. Por a mendoni apo a dyshoni ju se e gjitha kjo lëvizje, le ta quajmë të tillë, mund të përfundoj sërish me Berishën kryetar apo Salianin, Ali Mehmetin apo kushdo tjetër me një post të rëndësishëm brenda Partisë Demokratike? Nuk e besoj se Saliani është i qartë në ambicet që ka, është edhe ka është në fillim që ka dalluar nga personazhet e tjerë të Partisë Demokratike. Nuk besoj se mund të kënaqet, se ai është antar kryesie, nuk besoj se mund të kënaqet më të ketë një si Noka dhe si Vokshi mbi kokën e tij, ai e di vlerën e vetes, është i vetëdijshëm. Mendoj që mund të ketë marrë edhe garanci ndërkombëtare, nuk besoj se i ka hyrë detit në këmbë, kur thot populli. Besoj se edhe si person i ri në moshë, edhe në ide, edhe në qasje, edhe në ligjërim, besoj se është i qartë se ku do të arrijë. Nuk besoj se ai do të ketë një PD me Berishën. Ai nuk do të ketë konflikt me Berishën, por nuk varet nga ai, sepse gjithmonë një marrëdhënie është e dyjanshme. Dhe ai vetë kur një para tjetër është Berisha pastaj që nuk do e doj më zotin Saliani, nuk e do më që tani ta ketë aty, sepse i prish komplet Moçalin dhe Kënetën që Berishën e ka mbajtur ngrohtë deri tani dhe që ka qenë Këneta që ai ka qenë në funksion Berishës vetëm për marrëdhënien e tij me drejtsinë shqiptare, me SPAK-un dhe me dy gjyqet që ka ai, që nuk janë gjyqe të dorës dytë, por janë gjyqe të rëndësishme. Dhe jo vetëm me SPAK-un, por edhe me nëngratën, që pavarësisht se pritej me javë me ditë, po shkojnë vite dhe ajo damk nuk po hiqet dhe nuk ka për të hequr, çka penalizon gjithë Partinë Demokratike. Dhe me qenë se përmendet në non-gratën, u duk sikur sot Berisha teksa e konsideroi Salianin një tradhtar apo të mbështetur nga tradhtarët, u duk sikur po thoshte që Saliani mbështetet nga Soros, i cili e shpalli atë non-grata. Po tani është për të ardhur keq, sepse Sorosin ka qenë i pari Berisha që e ka pritur në Shqipëri. Shumë personazhe pranë Berishës janë arsimuar dhe janë trajnuar nga Sorosi. Berisha është mësuar që gjithmonë të bëj diversione, të bëj lidhje peshe, konjunkturash, agjenturash, poli agjente, poli armik, por besoj se kjo nuk do të funksionojë, pasi ka një njerëz që përballë ka një person që di çfarë është arti i fiharit, di çfarë është arti i komunikimit, ka dhe një rreth të caktuar mediatik të fuqishëm afër tij, mos të bëjmë sikur ta injorojmë, dhe besoj se pikërisht prandaj Berisha gjithmonë sa herë ka një kundërshtar, nuk merret me kundërshtarin,
por merret me imagjinatën e tij që ky kundërshtar është i vënë nga dikush tjetër për arsye miqësore kundër Shqipërisë, kundër Berishës. Çka nuk besoj se do të funksionon sepse Berishës i ka ikur situata nga duart dhe nuk i ka ikur nga Saljani dhe nga Sorosi, po i ka ikur nga konsumimi i tij si politik, por edhe moshor. Edhe një pyetje të fundit, zonja Gjikondi, mendoni ju se demokratët do egzaltohen nga Saljani për të rrëzuar Berishën, të cilin e konsiderojnë një lider historik, madje Berisha vetë e ka treguar gjithmonë që nuk është mposhtur kur, madje është dashur të rikthehej her pas here. Po, mendoj që Saljani ka shanse të mëdha për të nxjerrë nokaut Berishën sepse frymëzon. Është një person i pa konsumuar dhe afër tij nuk mban njerëz konsumuar, kurse Berisha sado mund të jetë një person që mund të jetë në muzeun ose në muzeun e qirinjve të Partisë Demokratike, nuk besoj se frymëzon më, sepse dhe personat që ka afër tij nuk frymëzojnë më, përkundrazi, janë qenë arrogante, të distancuar nga baza dhe që gjithmonë kanë parë vetëm interesat e tyre dhe pasurimin e tyre. Ndërkohë, zoti Saljani po merret direkt me bazën dhe thotë që qëllimi im kryesor është të heqë Edi Ramën nga pushteti. Se të mendosh Edi Rama ka një probleme kaq të mëdha këto kohë me drejtësinë dhe me moralin politik dhe ti përballë ke një opozitë inekzistente, dhe zoti Saljani ka përmendur edhe rastin e Bullgarisë e tjerë, dhe sot ka rëndizuar që unë se kam me Berishën e kam me pushtetin e Edi Ramës, kam përshtypjen se vërtet do arri, sepse rrugën ja ka lehtësuar vetë Berisha një, nuk është se është vetëm merite e Saljani, ka përballë një kal të ngordhur, besoj se ka shumë të lehtë për të qarë dhe për të arritur ambicit që ai ka, nëse Zoti dhe Berisha do e lejojë që ky të arrijë, sepse ne dimë që Berisha është i rrezikshëm në shumë trajta, në shumë mënyra. Ku i ka interesat e tij dhe të familjes tij, politike, por sidomos ekonomike. Pra po thoni që një person si Saljani t'ia vënë në rrezik interesat ekonomike të familjes së tij dhe t'i ul vlerën dhe të qenit të negociueshëm familjes së tij, se që ka momenti që familja e tij bie nga pozitat politike dhe nuk bëhet më e negociueshme dhe nuk mund të rikatojë më, patjetër që Berisha do merret me personin që i ul vlerat e mallit që ai shet, që janë interesat e familjes së tij. Duket sikur thoni që Saljani përveç se kërcënohet politikisht nga Berisha, kërcënohet edhe fizikisht, apo jo? Nuk e përjashtoj fare. Është në karrierën politike të Berishës që të përdor të gjitha mënyrat për personat që përpiqen të çajnë përpara dhe të japin Berishës vlerën reale që ka Berisha. Dhe ne dimë shumë mirë që ai historinë e ka qarë me shpatën e agresivitetit, vravrasjes dhe përçarjes. Nuk është se e ka qarë me vlerë, me harmoni, me bashkim edhe me vizion për bashkus. Zonja Gjikondi, faleminderit, ishte kënaqësi që ishit drejt për drejt me mua në këtë orë të mbrëmjes.